Mirëmëngjes të gjithëve, miq të dashur, mirë se erdhët. Nisi java në Villa 24. Mirëmëngjes Katerin. Mirëmëngjes. Javë të mbartë kesh. Faleminderit gjithashtu edhe për ty. Faleminderit. Dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur, një javë të mbarë dhe joftojmë tu tek këndi ynë i gatimit përpara receta që do përcjellim për juve sot. Çfarë do të bëjmë neve sot? Shiko, edhe pse është verë, nuk i ndajmë ne këto legumet, fasulet. Po, s'ka se si e hëna është fasuleve. Është fasuleve, në mos fasule të bardha, fasule të kuqe, fasule këshu mung, quhen këto jeshilet, çfarë mund të zgjidhni juve? Por, i sillim në një mënyrë, do me thënë, më të lehtë tani për verë, nëse i bëjmë këto të bardha të zjera, i sillim sallatë, i sillim pure, i sjellim ndonjëherë ato që na ngelen edhe ndonjë byrek, edhe pse është verë, kemi nevojë ta konsumojmë me një gotë kos ose me një dhall, kështu që nuk i përjashtojmë, edhe pse janë fasulet kryesore për dimër, por edhe në verë duhet i përdorim dhe të konsumojmë. Dhe unë do t'i sjell në këtë mënyrë, duke përgatitur me qep të thatë, qep të njoma, por dhe qepa e thatë faktikisht tani në verë, e kam thënë gjithmonë që është me freskët, edhe i afrojt qepës së njomë. Edhe fasulet na bëjnë më të lehta, nuk kanë atë rëndesën e qepës së thatë që bëjnë në dimër dhe ashtu duhen bërë në dimër. Dhe gjithashtu për ta freskuar akoma edhe më shumë, do të përdorim këtu në energjik. Në energjik nuk do të përdor vetëm piper të kuqe, speci, sipas dëshirës, spec djegës, patjetër cip lëng limoni për t'i serviru në fund fare. Do të bëjmë atë salsën që do ja tregojmë. Unë fillimisht kam vendosur fasule që të më zjejnë me një lugë vaj dhe kam hedhur dhe një spec të kuqe. Kaq? Asgjë tjetër? Asgjë tjetër, po. Por duhet të them Anvisave që unë i kam lënë këto që në darkë, për shumë ashtu si të bëjë gjithmonë në ujë, të pastër dhe me një majës krip. I hedh me një majës krip sepse i ndihmon fasulet që kur i vendosin për të zjerë, mos të zhveshin atë pjesën e cipës së jashtme. Kështu që edhe sigurisht që edhe i shijon. Ndërkohë ne kemi tani vendosur në zjarr të avashët dhe do të jemi gati për të përgatitur salsën, po më përpara do të kemi edhe recetat e radhës që do të përgatisim sot. Të cilat do të jenë? Dhe do të bëjmë një situash është koha tani që përgatisim këto akulloret. Akulloret e shtëpisë janë shumë më të mira dhe bëhen edhe shumë thjeshtë, kështu që her pas here përgatisni pse jo me fruta të ndryshme. Unë sot kam menduar që të sjell akullore me pjepër dhe me pana, gjithashtu me kardamon. Duke shtuar 2 farza kardamoni brenda, i jepni një tjetër shije akullores tuaj dhe thoni çfarë kemi bërë. Shumë shije dhe aromë të mirë. Por duhet të dini që përveç se shijes dhe aromës kardamoni, ka dhe vlera dhe tjera ushqimore. Futuni një herë, googloni dhe shikoni se sa vlera ushqimore ka dhe nuk do të ndani nga ëmbëlsirat tuaja. Dhe me farzat e pjeprit, do të bëjmë një pije freskuese. Ja që erdhi koha që mos i hedhim farat poshtë, por t'i kthejmë në një pije freskuese, do thoni juve pse. Kanë dalë ato, si thua, studimet e reja që edhe farat e shalqinit edhe të pjeprit kanë vlera të mëdha ushqimore dhe duhet të mos i hedhim poshtë, por t'i konsumojmë. Dhe si do ta bëjmë ne sot që t'i konsumojmë, do ta tregojmë pak më vonë. Shumë mirë. Do të sjellim themi që do bëjmë makarona fure, por nuk do t'jenë thjesht makaronat të cilat neve do t'i bëjmë, do përgatitim një salsë të lehtë, që do salsa do të kemi me miell, vaj, mustard, brenda pak djathë, dhe sigurisht me qumësht, të gjitha bashkë do t'i përzijem. Kemi këtu edhe prosciutto, nëse doni prosciutto, nëse doni ndonjë domate të pjekur, nëse doni ndonjë spec gogozhare dhe s'doni të shtoni prosciutto, mund ta bëni si të doni. Miks djathrash kam thënë unë për ta përgatitur. Dhe do filloj me një herë këtu Anila për pjesën e makaronave. Okej, që të vendosim për të zjerë. Po, pash që kemi marrë këto, janë linguine, të cilat janë të pastura gjithashtu me fibra dhe hekur, si të gjitha produkte që ju gjenin tek dyqanet në Ranzi, nuk janë thjesht për të ndërtuar recetat tuaja të ditës apo për të plotësuar drekën mëngjesin a mbrëmjen, por edhe për të ushqyer shëndetshëm dhe për të na dhënë propozimet më të mira të dietës tonë të përditshme ushqimore, kështu që edhe makaronat, sepse thjesht mund të themi makarona do bëjmë sot, janë thjesht pasta, kur i zgjedhim si në rastin konkret, Feliciat që i gjejmë tek dyqanet në Ranzi, që aty fillon ndryshimi, jo vetëm në shije, por në të gjitha vlerat ushqyese që në marrim. Dhe ndaluam tek pastat, po ndërkohë gjithçka që sot kemi këtu në kuzhinën tonë, ju mund t'i gjeni në pikën më të afërt të dyqaneve në Ranzi, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Dyqanet organike në Ranzi janë gjithmonë aty për t'i ofruar konsumatorit mënyrën më të mirë të ushqyerjes dhe të dietës sonë të përditshme, duke gjetur pa diskutim gjithçka, si nga produktet
produktet e freskta, ato të ngrirat në frigorifer, frutat e thata, vaj i ullirit, larmishmëri të pafundme të erëzave, e deri tek detajet e pandashme të çdo recete, siç është kripa për shembull, e cila duket thjesht krip, po ndërkohë kur mendojnë që tek Neranzi edhe kripën i keni në shumë variante, në ngjyrë, në kokriza, në paketime për t'i ngrirë në moment, në paketime më të mëdha, në ngjyra, po kaq interesante dhe çdo ngjyrë e saj ka vlera të ndryshme ushqyese, kështu që mos nguroni, ti vizitoni dhe pse jo, në bazë të gjërave që do të blini, të gatuani edhe ju njësoj si ne sot, sepse nisi me 3 receta, 2 të cilat mund të jenë vaktet e kryesore të ditës suaj dhe një pije freskuese apo një akullore që në këto ditë tepër të nxehta të verës, ç'është e vërteta duhet i kemi në frigorifer për të hidratuar e për të freskuar gjatë orëve të ditës. Po, Anila, shumë mirë bëre për informacionin që u dhe janë visave, por dhe unë do të filloj këtu direkt, që përveç se sa të bëjnë makarona, sepse 2-3 minuta nuk duan që t'i lë shumë thjesht që të zbuten nga ujë, dhe të gjitha ato pastaj do kalojnë në një enë, ku do t'i bëjmë atë përzierjen, t'i vendosim në furrë shumë e thjesht për përgatitur, janë receta të verës, të cilat të bëhen shumë shpejt gati, kështu që do të përgatisim edhe një salcë, që do të bëhet, që thash pak më përpara me miell, me vaj, të lutem vajin, Anila. Nëse doni mund të përdorni edhe pak gjalp, por ndërkohë që unë do të shtoj këto djathra dhe kremin e djathit, kështu që nuk kam nevojë që të shtoj, si thuash, gjalp, e bëj vetëm me vaj. Do të hedhim në bazë të miellit. Nëse do të kemi 2 lugë miell, do të hedhim 2 deri në 3 vaj. Të hedhim edhe mielin, të marri pak temperaturë dhe të hedhim para një kavërdisje e lehtë, edhe kemi dhe kështu armoskati për të hedhur faktikisht, sepse dhe e bën domethënë shumë të mirë. Do të agrim pastaj tek është si një beshamel e hollë faktikisht kjo që neve do të përgatisim. E bëjmë domethënë me miell, dhe do të hedhim qumësht më tepër, me qëllim që ta bëjmë të hollë, se s'ka nevojë për një beshamel të plot, se do të jetë brenda tek makaronat, do të jetë një përzierje e makaronave me të beshamel që neve po bëjmë. Dhe në vend të vezës ke beshamela do të shtojmë mustard për t'i dhënë edhe shije të mirë dhe është ajo, si të thuash, zvendëson atë shijen e vezës, por na jep më të shijshme dhe më të lehtë. Kështu që interesante kjo. Këtë lloj beshameli ne mund ta përdorim edhe në të tjera receta që duan beshamel, apo është karakteristike vetëm për këtë gatim? Jo, mundet ta përdorim, nuk ka asnjë gjë, mund ta përdorim se është e njëjta gjë. Këtu përsëri do shtohet edhe djathi, mustarda, mund të zvendësojnë këtë vajin që të shtojnë vaj edhe gjalp, në një lugë gjalp. Si mund ta duan, domethënë si mund të kenë, por në momentin që do shtoj tek pjesa e fasuleve, do hedh një lugë gjalp për t'i bën domethënë akoma më të shijshme fasulet. Do të bëj atë kombinimin e vajit edhe të gjalpit, edhe me këto qepët e njoma, me energjikun të thatë dhe të freskët që do të përdorim. Sigurisht do të kemi edhe cipët dhe lëngun e limonit në fund për ta serviru dhe do të bëhen shumë të shijshme. Kështu që të e solla në këtë mënyrë, me thënë që mos t'i kemi të gjitha. Ja dhe pak do të shtojmë edhe qumshin. Do të shtojmë qumshin dhe pas qumshin mirë është ta kemi të ngrohtë me qëllim që të bëhet më shpejt. E do Anila, të lutem hapë s'kam fuqi. Çka ka ndodhur? Po më dhëm dora se hap dot. Ja, kemi. E ka shumë të fortë. Është sigurie edhe kjo. Kemi thënë produktet e Neranzit jo vetëm që vinë super të freskëta, por i kushtohet rëndësi e veçantë edhe ambalazhit, edhe mbylljes së produkteve, sepse të gjitha janë element që tregojnë për një siguri të lartë ushqimore, ndaj mos i neglizhoni edhe këto detaje të vogla kur bëni pazar. Shikojini mirë paketimet, mos janë të dëmtuara, të hapura, të çara, të ekspozuara në vende që nuk duhet të qëndrojnë etj. Ndërkohë që shtojmë edhe qumshtin, ashtu siç bëjmë në çdo beshamel tjetër, le të lexojmë së bashku recetat e ditës së sotme. Janë 3, kështu që një e nga një i mbajmë në ekran dhe shohim së bashku se çfarë na duhet për të përgatitur makarona në furrë dhe receta vion si më poshtë: një pako makarona 500 gram, 1 litër qumësht, 3-4 lugë miell, 4 lugë vaj, 1-2 lugë mustard, 6-8 feta prosciutto, 250 gram mix djathrash, armoskat, krip edhe piper. Do të shijojmë sot fasulet verore, të cilat do të gatuhen me 500 gram fasulet të bardha, 1 qep e thatë,
2-3 qep të njoma, 1 speci kuq, 1 lug gjelp, 4 lug vaj, 1 lug piperi kuq, nene gjiki freskët ose i thatë, spec djegës, krip, limon për servirje. Akullore me pjepër dhe pana. Na duhet 1 pjepër, 300 ml pana, 2-3 kokra kardamon. Shumë të thjeshta janë recetat sot për bërës që na gjënden. Po, vërtet bëhen shumë të mira dhe të shishme. Unë faktikisht kam para përgatitur një akullore, e kam vendosur në frigorifer, që ta tregojmë në fund fare të përfunduar. Mund të shkrinë edhe pak sheqer ambisa të bëjnë një karamele dhe unë kam bërë, domethënë për të bërë ca figura dekoring shumë me ato, që të duken edhe më këndshëm, por sigurisht që mund ta servirin edhe me këto ja harroj gjithmonë. Fistikët. Me frutat të thata të ndryshme. Ne kemi fistikët të paketimin 250 gram që kemi përdorë dhe na kanë mbetur kaq tani, që janë dhe të coptuar dhe nuk ka nevojë. Janë fiks për t'ia shtuar si për ëmbëlsirave dhe i bëjnë të bukura dhe të shishme. Mund t'i shtojnë dhe brenda faktikisht si të duan, po ju ndodhen e pasurojnë edhe më tepër, nuk është se bëjnë ndonjë gjë gabim. Kështu që ja dhe pak më duhet mua kjo që të... Dhe Anila, unë mund të marrë makarona tani t'i kulloj dhe... Do të riu në ty? Po, atë do të thoshin. Edhe ta heqim dhe këtë se s'na duhet. Edhe unë i kulloj më mirë me kapak, që mos t'i kullojmë në kulles. Dhe me kujdes duart. Ashtu. Pa të falenderoj e dashur. Ja, kështu, shkëmbejmë vëndet. Edhe vijoj me recetën. Kjo soba lartë nuk të duhet, të? Jo. E fika, se kemi thënë është vam tani, duhet i bëjmë recetat sa më të thjeshta dhe sa më pak sob edhe furrë ndezur, sa të kaloj ky vali të nxehtit kati. Po. Ndërkohë, ashtu siç po thonim në fillim, një pjesë e mirë e recetave të cilat mund të na duken tipike dimri në ver, kjo nuk do të thotë që nuk do t'i gatuajmë. Thjesht duhet i sjellim në një formë më të lehtë, më të freskët, si në rastin e fasuleve që në dimër kryesisht mund t'i bëjmë edhe më të ngarkuara me salsa, me pikante e tjerë, në ver i sjellim më të freskëta, duke i shtuar pse jo ndonjë erës të freskët, ndonjë perime të tipit të specit që shkon me fasulen. Mendoj se është okej trashësia e kësaj? Në rregull është Anila, mund të ashtu, tani do hedhim atje mustardën, do hedhim edhe këtë armoskati, edhe do kemi gati. Unë po largoj vetëm pak fare se nuk duat më bëja ato fluskat e trasha. Lëngjet këtu se lëngu i makaronit e lidhë. Soba tjetër është nxehtë. Është lidhës. Tani, mbaje lutem aty sa të presim edhe këtë proshutën. Okej. Nuk po e lë në vatër më, se kam merak mos na trashet shumë. Hedhim proshutën, bëjnë shumë të mira, shumë të shishme. Ashtu. Tani, ku e kemi armoskatit, i shtojmë brenda. E nxora unë ja urdhoj ke këtu. Faleminderit e dashur. Më asistente e mirë në kuzhinë. Po, patjetër. I hedhim se i jep shumë shije faktikisht. Mendoj t'i shtoj edhe pak qumësht. Është trashur shumë sa? Po. I do pak lëngje. Në rregull jemi dhe me këtë. T'i shtojmë pak nga ky djathi i shkrir. Është mjaftueshëm. Prandaj dhe nuk hedh gjallë pse shtoj këto gjërat brenda që i japin edhe shije, por e bëjnë edhe më të plot. Ja ti hedhim pak qumësht tani që të na hollohet. Të hollohet, po. Se të hollet duam. Të hedhim sa të sopë sa djathi këtu, po jo dhe shumë faktikisht se do edhim këto djathrat e verdh pastaj. T'ja shtoj mustardën në beshamelit? E mbajtëm kështu sot ne, dhe se radhën e parë se nxirrim dot. Edhe kemi gati. Mbajtëm përmbys. Okej. Një lugë është mjaftueshëm. Në rregull. Beshamel me mustard. Ashtu, e mbaruam dhe atë. Edhe me krem djathi. Një përzierje. Kemi momentin që do të shtojmë tani edhe të djathin e verdh dhe një pjesë të djathit të verdh do ta shtojmë edhe sipër.
E mirë duket kjo, dhe them se është okej tani edhe... është në regull, e shtojmë. Trashësia. Faleminderit tani. Të lutem. Tani ka mbetur vetëm djathi? Djathi, po. Ta ndez dhe të furën sipër apo do përdorësh atë poshtë? Do përdorim atë poshtë, do ta heqim atë. Kemi të ngrohtë, okej. E përzijim pak që të hyjë edhe në brëndësi kjo salsa që neve pregatitëm, po gjatë zjerë sigurisht që do të hyjë. Nishtojmë edhe këtë djathin e verë dhe vendosim në furrë. Djath të shkrirë dhe do të krijoj edhe atë sipërfaqen e shishme nga sipër. Shumë gjëra kemi brenda dhe sigurisht që bëhet shumë e mirë me gjithë këto që neve kemi përdorur. Është mjaftueshëm. Okej. Të lajduar dhe të vendosim në furrë. Shumë thjesht. Pra janë zirë makaronat, kemi shtuar sipër copës e prosciuti, kemi përgatitur një bechamel me miell, me gjalp, vaj ulliri, qumësht, krem djathi, mustard dhe në fund djath që shkrin ose djath për pica. E vendosim në furrë, do ta kemi gati kur ta afrohemi në përfundim të pjesës së dytë. Ndërkohë tjetër sot do të sjellim edhe një akullore me pjepër e gjithashtu do të përfundojmë edhe makarona, ato fasulet, një pjesë së cilës është kryer gjatë kohës, na nuk kishim në transmetim, sepse nuk është e nevojshme të shohim mënyrën se si zihen makarona, duke qenë se tham thjesht makarona, ujë edhe pak vaj kemi shtuar aty? Po. Kaq. Salcën dhe vazhdimin për t'i bërë fasulet pak më verore, do t'a shohim tani. E ndërkohë do të përgatisim edhe akulloren, një variant të së cilës Katja ka bërë më herët për t'a parë edhe të ftohur dhe të ngrirë dhe të ketë atë formën e akullores, por mënyrën se si përgatitet do t'a shohim pas pak. Me cilën nga receta do t'i jojmë tani? Do fillojmë për të përgatitur salcën e fasuleve anila, që t'i hedhim do me thënë t'i lëmë edhe këto që t'na bëhen gati, ta kemi gati në përfundim. Dhe pastaj, nëse do shojmë si do jemi me kohë, ose e fillojmë akulloren dhe bëjmë gati, ose lëmë kur të kthehemi që t'i kemi. Si të jetë koha? Ne kemi kohë, 6 minuta, ndoshta edhe pak më shumë. Në rregull. Fillojmë këtu fillimisht me... Në rregull, edhe vajin. Bajmë pak që të hedhim edhe në momentin e fundit. Shtojmë qepën edhe qepën e njomë. Pra, atë që thash pak më parë, ja duket edhe qepa e thatë, ngjason me pjesën e qepës së njomë, do me thënë atë pjesën e bardhë. Kështu që, prandaj thash që kanë tjetër shije për vetë faktit edhe të mënyrës së gatimit, por edhe të produkteve që neve përdorim. Prandaj dhe bëhen më të lehta, më të shijshme. Një zbutje të lehtë duam tani për qepët. Edhe këtu tani nuk do përdor as domate, as salcë domate, do përdor vetëm piper të kuq dhe thash që sipas dëshirës mund të përdorni te kompania Neranzi, gjeni dhe këto specat djegës që i japin shije, edhe pse është verë tani e kemi nevojshme, do me thënë që ta shijojmë fasulin me pjesën e specave djegës, për ata që e duan, sigurisht edhe që nuk kanë probleme me stomakun, sepse për të tjerët është si thuash shumë e shëndetshme, edhe pse është djegës. Tani edhe për në energjikun kemi në energjik të thatë, por sigurisht që përdorim edhe në energjik të freskët, edhe njërën edhe tjetrën. Edhe piperin që kam këtu, do të shtoj edhe një lugë gjalp, sepse tani është momenti që të shtohet edhe gjalpi. I zbutë dhe i jep një tjetër shije gjalpi. Tani kjo do një qiko, do t'i hedhim pak kripë që të më zbuten më lehtë. T'i hedhim se s'kam hedhur kripë. Kështu që e duan kripën tani.
Një zbutje të lehtë, do ta lëm këtë salsën me qepën që të na zije mirë dhe pastaj do ta hedhim në fasule dhe sigurisht që kur hedhim salsën pastaj në fasule duhet të ta dim që fasulet të jenë gati, që do të duhen akoma edhe rreth 15-20 minuta e shumta për të përgatitur përfundimisht, por duhet të dim që fasulet kur hedhim salsën brenda nuk japim temperaturë të lartë. E lëm në temperaturë të ulët në mesatare me qëllim që ato të zihen avash avash, të ajkosen, të lidhen me salsën edhe të lidhet edhe lëngu, të trashet lëngu themi neve. Në rast kundër se hedhim salsën dhe shtojmë temperaturën e sobës, atëherë ndahet lëngu, hollohet edhe fasulet nuk na bëjnë të mira. Kështu që janë ca gjëra, sekrete të vogla, por bëjnë diferencën në gatim. Dëgjoni këto që neve ju themi dhe sigurisht që do të keni një ndryshim në gatimet tuaja. I hedhe pak piper. Piper të zi mund të shtoni edhe në momentin që i servirni. Por edhe pak që t'i hedhim këtu brenda nuk është dëm. Mendon të fillojmë të bëjmë do një gjë nga akullorja, apo? Unë mendoj që mos fillojmë nga akullorja. Të japim edhe një herë kohë recetave, për ju që nuk na keni ndjekur në fillim. Në rregull. Dhe pse jo, nëse të paktën ato 3 përbërës që akullorja ka, ju i kemi në shtëpi, i gatuajmë së bashku në pjesën e dytë kur të rikthehemi. Kështu që lexojmë edhe një herë shkurtimisht recetat e ditës së sotme dhe pastaj shkëputemi për të rikthyer në pjesën e dytë dhe për të vijuar të gjitha gatimet. Makaronat në furrë kemi vendosur dhe janë gatuar me një pako makarona, 1 litër qumësht, 3-4 lug miell, 4 lug vaj, 1-2 lug mustard, 6-8 feta prosciut, 250 gram mix djathrash, ar moskat, krip, piper. Fasule verore, 500 gram fasule të bardha, 1 qep të thatë, 2-3 qep të njoma, 1 spec i kuq, 1 lug gjalp, 4 lug vaj, 1 lug piper i kuq, nenexhik i freskët ose i thatë, spec djegës, krip, limon për servirje. Akulloren, sa po të rikthehemi, do ta sjellim me pjepër dhe pana dhe pikërisht janë këto përbërësit kryesor të saj. Është pjepri, 300 ml pana dhe 2-3 kokra kardamon që jep një aromë tjetër dhe shije tjetër ëmbëlsirave dhe gatimeve tona, të cilën do ta tregojmë kur të kthehemi, jo vetëm se si gjendet në paketime në dyqanet në Ranzi, por edhe mënyrën se kur dhe si duhet të shtohet në recetën e akullores. Bëjmë pak pushim? Do bëjmë pushim, por duhet të them anvisave, unë do të shtoj tani piperin e kuq, do të shtoj edhe si thuash një filxhan ujë, që të mëzi dhe pastaj do të hedhë fasulet, që mos të rrim të presim. Mos të presim, okej. Gjë që ne do ta rikujtojmë kur të kthehemi, kështu që vetëm pak ndahemi me ju, rikthehemi live në Villa 24 pas reklamave. Këndi i gatimit na ritakon në këtë pjesë të dytë. Çfarë kemi bërë do ta rikujtojmë, edhe çfarë do bëjmë nga fillimi tani, na mbetet vetëm akulloria me pjepër. Atëherë të dashur anvisa, neve përveç se akullores edhe makaronave fure që kemi përgatitur, kemi bërë edhe këto fasulet. Fasulet që është momentin që neve, thamë për punën e salsës, ata që na ndoqën, që kishim filluar dhe përgatitën salsën me qep të njoma, qep të thatë, se edhe qepa thatë tani ka të ndjesin e qepës së njomë. Kemi hedhur dhe piper speci, dhe që kemi hedhur dhe nenexhik të thatë kam hedhur. Unë hedhe një 2 gjethe nga këto dhe është momenti që këtë salsën, do ta lëm salsën duke shtuar ujit e salsa, e lëm që të zijej pak dhe e hedhim tek pjesa e fasuleve. E hedhim tani brenda. Dhe ky është momenti për ta lënë edhe disa minuta të tjera. Pra këtë gjë duhet të bëjmë edhe në shtëpi. Trazoni edhe kështu, edhe lëreni dhe në fund fare pastaj tani do t'ullim dhe temperaturën. Duhet në temperaturë të ullët në mesatare.
e ula unë tani, që ajo mos të ketë shpërthimin e lëngut, po të bëhet avash tani, duke qëndruar avash, ma dje mund të lëni, nëse jeni siguruar që qepa është zjerë, sepse qepa e njëmë zjerë shumë shpejt, mund të lëni, do me thënë, duke fikur sobën dhe të lëni ashtu të qëndroj të pak të 10-15 minuta dhe do t'i keni fasulet të ajkosura të shishme të mira. Tani, për punën e specit, nëse doni mund të agrini në makinë ngrirëse edhe t'ja hidhni sipër në momentin e fundit. Si ta doni juve? E mbuloj këtë me kapak, do ta lë unë, do ta fik fare plotësisht faktikisht, me thënë të drejtën, nuk ka nevojë, janë të bëra gati. Tani, ne thamë do të përgatisim dhe një akullore që do ta bëjmë me pjepër, me pana, edhe 2-3 kështu fara kardamon brenda për t'i dhënë një ekstra shije. Dhe bëhet një akullore shumë e mirë dhe shumë e shishme dhe shumë e shpejt. Dhe përveç se këtyre farat e pjeprit, ne do t'i bëjmë një pije freskuse. Doja të tregoj tani me njëherë. Marë fillimisht panën, sepse pana duhet jetë e ftohtë para se të fillojmë që të përgatisim. Që pana duhet nxjerr e fundit nga frigoriferi. Pra sa më e ftohtë të jetë, aq më shpejt se kemi dhe temperaturë të sobës këtu neve edhe në gjatë përzierjes, duke u kthyer në një masë kremoze. Ju kujtoj që sot po gatuaj me produktet Neranzi, gjithçka që është këtu në tryezën tonë, i gjeni pikërisht në pikën më të afërt të dyqaneve Neranzi, pranë shtëpisë tuaj në Shqipëri apo në Kosovë, gjeni kudo. Vazhdon të jetë ndër të preferuarat tona këtu në Vila 24 dhe jam e sigurt për një pjesë shumë të madhe të konsumatorëve shqiptar. E ndërkohë, i hedhim një sy edhe furrës, mirë duken. Kemi bërë ca makarona shumë të thjeshta në përgatitje. Pra të gjithë diferencën në rastin e pastave që kemi në furrë, bona i beshameli i ndërtuar shumë shpejt në një tigan, me gjallë, me miell, me mustard këtë herë, me arë moskat, kështu që do të kemi një recetë të thjesht, por edhe plotësuese, pa diskutim për një vakt të plot dreke. Ja e shohim bashkë tani në furrë që ka marrë dhe atë pamje në bukur nga i djathi kaçkavall që kemi shtuar sipër dhe shumë shpejt do ta kemi gati për ta konsumuar. Atere, fillimisht të përgatisim e këtë në një mareng, po ju një mareng të plot, do me thënë, po gjysmë rrahje. Po, sepse duhet të përgatisim edhe pjepri. Okej. Të marim një pjepri është një frut i butë, kështu që shumë shpejt kthehet në një trajt të lehtë për të bashkuar me panën apo me... Edhe këtu do të hedhim dhe kardamon. Lutem Anila më nxirr një 2 fara se është... Do t'i nxjerr unë. Dhe kardamoni është shumë interesant, sepse përveç se mund të përdoret në ëmbëlsira, gjen hapësirë në një pjesë të mirë të recetave edhe të kripura, që do të thotë mund të përdoret për mishin e shpendve, mishin e kuq, në thjerza, në oriz, etj, gjithashtu pra edhe në ëmbëlsira apo në keri, çajra, kafe, produkte të pjekura, në salçiçe, kudo. E pas kemi të pa hapur, ndje se unë mora me leximin. Hape kështu Anil, prit një zemë. Se kam hapur unë kështu. Mendova se do ta nxjerrja nga... Jo, 2 do hedh, sepse e ka goxha të fortë aroma dhe nuk është se kam shumë pjepër unë tani. Dhe ka një aromë që nuk e përcakton. Se ke i shishme kur e shijon akullore. Nuk e përcakton dot me çfarë ngjan. Po konsumoj. Shumë i mirë është. Shumë i mirë. Janë ca gjëra që faktikisht... Ndërkohë që pas edhe vlera ushqyese, që nga karbohidratet, proteinat, energji... Interesante. Shumë interesant më duket. U gri? Po. Okej. Do ta mbajmë se do të na duhet për të bërë dhe lëngu. Shumë e thjeshtë, ja shiko tani. Hedhim këtu brenda, e trazojmë dhe vendosim në frigorifer. Ajo do të ngrihet, e lëm për një 2 orë, e heqim, i bëjmë dhe një përzierje tjetër, mos të zëj ato grimcat e akullit. Dhe e lëm dhe një 2-3 orë të tjera dhe të hani, një akullore e shkëlqyer. Unë do ta lë për momentin dhe ja ku e kam atë që kam përgatitur. Mos prisni tani se pjepri im nuk ishte i verdh. Shumë, do me thënë. Kishte atë ngjyrën, do me thënë. Pjepri vetëm kur e hapim e kuptojmë si është brenda. Kështu që ja këtë shijen dhe aromën e ka shumë të mirë. Pra kjo do të jetë pamja e akullores së përfunduar. Dhe te kompania Neranzi gjeni dhe këto enët janë enkas për akullore, që e mbajnë, do me thënë, shumë të mirë dhe e ngrinë mirë akulloren, që është shumë e rëndësishme kjo. Me qënë se kam këtë enën gati, ne do të bëjmë edhe një lëng freskues, që janë këto farat e pjeprit, që këto pastaj më mbrapa neve do t'i kullojmë me një sit. Edhe dica copëza. Po, duen dhe ca copëza pjepri, përveç se farave.
shikon mbajmënd këto farat i haja kështu si që janë, do me thënë, bërthamat, i thaja dhe i kafshoja, i përdorja. Vërtetë? Po, më përqeni. Dhe nuk e dija se që vlera ushqimore kishin, po nga që i kisha të shionin. Më shionin. Tani këtu kam akull edhe uj. Edhe do hedhim dhe këtu një 2 kardamon anila. Dhe harova për limonin. Sa? 3, hidhi 3. Hidhi se miri bën, po. Edhe limonin. Atere, Kati, më njoftoj që duhet kalim me një linjë në Departamentit të Informacionit. Po, limon dhe